Merino. Thomas Partey, bu shërbimi tek tim, vjen kërcimi e djathta me kohë ditje, Thibaut Courtois, në dy kohë dhe një tjetër, për golin Arsenalit. Qojmë në kalimin e Zekon, shumë të Saka, preferon kërcojme të bandën drejt shtullës dy, përpiqet ta devijoj topin. Korridori sa për Jude Bellingham, për venimin me Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, rrjetë e jashtme, Kylian Mbappé. Qojmë nëse do të provoj, Declan Rice apo Saka do të provoj. Declan Rice! Se çfarë goli është që mrekullim e vete! Declan Rice! Duhet një përmit e jasë e konqme! Në distanca për një dhe avantajin Arsenalit! Pak me dhënë tutje është edhe Jakub Kinjo, Jakub është pikërisht ai. Isak topi për Declan Rice, do vjen me Luis Kelly, gjetje Luis Kelly me 2-3 kundërshtar ka rënë një tjetër. Martinelli, si atë portinë e mostoi Mata, me fat Merino! Çfarë ka bërë? Thibaut Courtois! Do provoj pikërisht. Declan Rice! Jo, kjo nuk ka mundësi, nuk është e mundur. Kjo është e pamundur, është e pabesueshme. Është e pabesueshme Declan Rice! Është sa mund të vëzhgojë, Trossard on the world pass tek Luis Kelly. Luis Kelly. Merino! Mikel Merino! Shumë e mirë, shumë e Arsenalit. Në tapet kuadra e Real Madrid. Ka falë në vorë në skuadrës së Arsenalit. Dhe kartoni vert për kartoni kuq. Edhe koga dha. I takon Kamavinga. Atë natë mirë, ka arruar fare. Bë shumë kohë, Jo, kemi bërë shumë ditë pushime dhe ka reflekset që janë, ato si se vide. nesër qik më mirë. Ja, e dhe nga të kujtuar tale. Terza seconda. Vështirë se mund të bëheshin bërë shqetime, por askush nuk mund ta kishte menduar të humbje të Realit të Madridit në shifra 3-0 kundrejt Arsenalit. E nisim me njëherë diskutimin bashkë për këtë ndeshje Lorika. Pa besueshme. 3-0 absolutisht e pa asnjëri nga ne nuk ishte menduar. Por mënyrën e lojës Arsenalit, ato çfarë kemi pritur dhe çfarë dinë të bëjnë e kanë treguar, ajo nuk është e papritur. Pastaj vërtet janë do epizode të rëndësishme në ndeshje dhe këto që po e shohim këtu golin e Rice janë ato që kanë bërë diferencë shumë të madhe. Pavarësisht që gjithçka është e merituar. Posediimi i topit, presioni, ritmi i lojës, mbajtja në zonën e
rastet, rekuperimi I topit sa më shpejt në momentin e humbjes, përveç 2-3 raste ku Mbappé gjen hapësirë nga shpejtësia e që zakonisht ka, pjesën tjetër është ndeshje e cila flet në Arsenal dhe pastaj pati meritin jo vetëm nga Rice, por të vazhdon të bën edhe golin e tretë dhe pothuajse është një mision shumë I vështirë për Realin. Absolutisht dhe darin mbrëmjes në mbrëmjen e sotme. Lirim, nuk e di, e veçove pak Declan Rice, megjithatë kjo është një mbrëmje që I dedikohet të gjithë Arsenalit, e gjithë skuadrës në tërësi të Arsenalit. Patjetër, po mrekullit ndodhi ke njëri, nuk ndodhi ke gjithë. Natyrisht sot ishte mrekullia Rice dhe Arsenali që punoi shumë për ta marrë këtë fitore, nuk e di pse kisha një ndjesi shumë të mirë për Arsenalin, duhet mos të fitonte sot, është era parë që ndjesha kaq mirë që të mundej Real, nuk doja që Real të vazhdojë më. Jemi lodhur me Realin tani në Champions dhe 3-0 besoj që ndjesia ime do vazhdojë dhe janë tjetër, sepse po ikin të mëdhaja, ikin Liverpooli, mund ikin dhe Bayerni, dhe ikin të mëdhaja, dhe Arsenali në 3 gol. Nuk janë të keqe, sepse përfaqësojnë qytete shumë të mëdha në Europë. Kështu që besoj që do të ishte bukur, për shembull mund të shihim një finale Arsenal-Barcelona, ishte një finale shumë e bukur. Pse duhet të mësojmë gjithmonë, të vi patjetër në finale Real Madrid, të vi patjetër në finale, nuk e di, City, Liverpooli. Le të vi dhe këto ekipet, le të vi dhe Arsenal, njerë ka ardhur era dy. Arsenal luajti me shpirt, me zemër, pati një Saka që pati veprimime të shkëlqyera dhe mrekullia I ndodhi Rice. Është të dyja goditet e sapo I pa, është një vepër fantastike sot, një kryevepër e Rice. Njeri vetëm nuk e di se sa do t'ja falin skuadra e mbretërorëve e herës tjetër. Tani edhe mbretit në ngopën. Ngopën? Nuk ka që të pa ngopën dhe mbretit. Me gjithë ata që kanë më shumë janë më të uritur se këta që s'kanë. Por në futboll do të ndryshe, nuk e si dhije. Kështu që besoj që do të vazhdoj Arsenal. Edhe me shpirt dhe përdhëm do ta mbaj kualifikimin 3-0 është rezultat shumë I pasur. Është shumë solid, shumë I pasur, të kthjellon nga ana psikologjike, të jep shumë kurajë, të jep shumë motiv, të jep shumë moral. Natyrisht Reali ka emra shumë të mëdhenj në futboll. Absolutisht. Por mungesat që ka dhe adoptimet që po bën brenda skuadrës Ancelotti nuk po I japin atë pritshmëri që kanë tifozët e zjarrit madridian. Por le të durojnë dhe ata, le të jetojnë dhe ata me një humbje që ndodhë në futboll. Dhe kjo humbje ndodhë nga Arsenali s'ka. Besoj. A ishte më tepër në një ndeshje të tillë që duk sikur ishte mos e merituar. Sa futbolli është I bukur sepse ka pjesë e kënaqësisë ose pjesë e ndjesisë është dhe humbje. Jo vetëm të fitosh, se s'ka më kuptim. Ta provojnë edhe një humbje tifozët e Realit Madridit se realisht e kanë duket sikur është to që nuk e kanë provuar. Por le të shajnë siksi, ata le të shajnë pak. Futbolli pastaj do të kesh ndjesim e humbje. Absolutisht. Xhafa nuk e di, mendoj që ka ndikuar tek skuadra e Realit Madridit kërkesa e kampionatit, e Kupës së Mbretit. Është ndoshta ajo që diskutuam edhe në pjesën e parë pak të emisionit, shumë ndeshje në pak ditë, apo ndoshta ky rezultat është tërësisht merite e skuadrës së Arsenalit. Jo, pa hequr meritin e skuadrës së Arsenalit, patjetër që ka ndikuar, më tepër me tentimet që ka pasur ky skuadër, sepse sapo e preku lirimi, adaptimet që ka bërë në pozicione, Valverde praktikisht ka një sezon që mos I bëj të gjatë, por është një vlerë e humbur në mesin e fushës, se Valverde jo vetëm është një mesfushor I midfield, por është një lojtar agresiv, është një lojtar që ditë të bëj shumë mirë të dy fatat e lojës, gjë që Reali sot I mungoi. Sepse në mesfushë ishte me Modric, me Kamavinga dhe praktikisht Arsenali dominancën e pati në mesin e fushës, duke marrë kontrollin e lojës, duke bërë presion, duke qenë më agresive dhe mungesa e lojtarëve në kaq shumë ndeshje në pak ditë patjetër që I ndikon. Por që është vërtet ajo që tha Loriku në fillim që episodet ndikojnë shumë, sepse nëse Mbappé do të arrijë të realizonte një gol nga ato që pati, edhe pse pati dominancë e Arsenalit, ndryshon totalisht ndeshja. Kjo mendoj ishte episodeve. Pastaj se ndeshja u vendos në dy mrekulli të Rice, dy goditje standarde, të dyja të ekzekutuar në mënyrë perfekte, gjë që çon rezultatin në 2-0 dhe pastaj praktikisht në entuziazëm, në atmosferë, në gjitha që t'i jep një stadium apo t'i jep rezultati, bën pastaj që Arsenali kryej raste njëri pas tjetrit për ta çuar 3-0 dhe pse jo më shumë. Unë besoj që ka marrë një rezultat shumë të rëndësishëm për ndeshjen e kthimit, sepse 3-0 nuk është asnjëherë e thjeshtë, edhe për Real Madridin. Ishte më se merituar. Po ka nuk e di, pritet një mbrëmje të tillë nga ana e skuadrës së
Arsenalit në Londër? Ndërkohë skenari që tash në fillim që ndërkohë në mënyrë maksimaliste, në kuptimin që Arsenali bëri ndeshjen e vet më të mirë, Reali bëri ndeshjen e vet ose në mënyrë të gjitha secili punat të Arsenalit dorën më parë dhe dorën më parë të gjitha secili punët dopa të Realit. Pra ajo që tash edhe më parë të Gjava që në sfida ishin njanë sfida Arsenalit dhe shumë më dominante dhe gjithë manovra e Arsenalit në të gjitha fazat e lojës ishte më dominante ndaj manovrës së Realit, se vërtet ne unë dua Carlo Ancelotti në të gjitha e respektoj si trajner, por ato da Reali vetë, por edhe në në fiktin të edicione që ka dhe gjithë shka asistis, në që si ketë 3-4 talentë të jashtëzakonshme, ndoshta mund të eci shpesh, po ka dhe raste që po të edhe një ekipe se kjo është një sport i nuk është individual, është skuadre. Po të edhe gjithmonë edhe individuve ka mbrëmje që kjo gjë nuk ecën. Arsenali sot për 90 vjet. Edhe ishte edhe ndeshja e sotme, ëh? Edhe ishte edhe ndeshja e sotme. Kjo filozofi është gënjeo. Jo, është një filozofi e shkuar. Arsenali ka një skuadër shumë imperfekte. Nuk ka Rodgers, nuk ka vazhdon duaj Modric 37 vjeç në ritmin e sondët të Arsenalit, që pa i është artist i madh, por nuk ka mundësi se mosha kalon të gjitha, është çështje objektive. Shumë lojtarë jashtë pozicionit, Kamavinga po i bës mirë, ai lojtarë që mendojnë që do të bëj, ata tre solistë përpara janë të mrekullueshëm për sonte nuk ishin në atë dhe ndërsa Arsenali funksionoi gjithçka përveç një që nuk ka sulmos. 3 herë ose 4 herë në pjesën e parë topi paragalon në gjithë pasqyrën e portës, nuk kishin don që ishin gola, si goli që bëri Thomas Müller me Bayern sot ishin një në raste, vetëm sa mos kishte asnjë për të bërë gol. Dhe ai do të bëri ka Arsenali bëri një të mrekullueshëm në raport me Realin, pasi nuk është le të shkosh në Real edhe për emrin, po edhe sa të më kanë haruar tuan sot ata. Absolutisht, po shfrytzuan rast të maksimum dhe diskutojnë ndeshjen dhe Arsenali bëri ndeshje shumë të mirë, por fakti që bëri 2 mrekulli, sa më kanë të perda, domethënë nuk di ku të gëzohesh për shumë ato ecet e Realit. Tregon që po edhe apo kush atë do vinë gjithmonë. Kështu që ishte një ndeshje ku Arsenali i shkoi gjithçka, gjithçka perfekt, gjithçka Reali i shkoi gjithçka jo në mënyrën e duhur. Po të them edhe një gjë tani që javës tjetër të ndeshje tjetër. Dhe që çdo gjë mund të ndodhi, edhe në javës tjetër do diskutojmë në një moment të diskutojmë pak një moment të vështirë që patëm gjatë kësaj sfide, ndërkohë që regjia na e mundson një tuk i prekur me dorë nga ana e Asensios. Lori? Gjava? Duhet ishte thënë një vjetëre, meqense po flisnin pak që çdo gjë shkon në favor të Arsenalit, mendoj që duhesh të thënë apo jo? Jo, sepse është punë e parë dora nuk është aq e hapur, por edhe po të jetë dora e hapur, topi është duke shkuar në drejtim të trupit dhe dora është para trupit. Jo, nuk është para trupit, dora po i vetë problemi Loriti që dora është pak pas trupit. Jo, nuk është dhe ka dorë këtu. Ka dorë pak bravo. Jo, nuk e ka shumë. Ku e ka dorën apo Nuk e ka shumë. Nuk është e rrit hapësirën, kështu që ajo gjithsesi ai top kundërshtar tek është prek trupin. Që kjo është arsyeja pse nuk e ka bërë. Dhe nuk mund të thuash vetëm me këtë. Po, është një pamje. Është pas drejt, mua nga kjo pamje duket sikur dora është pak më brava, atë është ideja, po është shumë. Kjo është pamja vetëm që kemi pak më e qartë. Me këtë pamje nuk mund të jetë opinion. Pamje me këtë pamje unë mendoj, unë jam me Lorikun, por ti ta kishte thënë të bësh kapën e tij. Jo, ta më jep me herë. Vendosim që sot të mbarojmë. Gjava sipas teje? Jo, në kohën reale kur e pam live ndeshjen, isha në të njëjtin mendim me Lorikun. Vetmja problematike e kësaj është pamja.
dhe unë do dëshiroj të shikoja në një pamje tjetër nga mbrapa portës, që të kuptoja këtë dënsinë, sepse në këtë moment duket sikur nuk jep lartësi trupit, nuk krijon atë hapësirën për të zënë jashtë trupit. Ka dhe unë që tjetër që ka bërë vërtet kupoj që po fëmijë që bëhet gjykimi gjithmonë më objektiv, aty nuk janë as 30 centim nga momenti ku gjuhet topi deri dora. Sa doja hapur që tjetë se njeriu nuk është menduar që luaj sport duke i pasur gjithmonë as vrapon bot, as mban ekuilibër, as dinamik. Dhe nëse është 30 centim larg me dorë, po 20 topi, ai shadolon gjë, ai s'ka as kohë, si më thënë të synoj, mbrojtësi s'ka as kohë të synoj ta mbrojë portën me dorë në 30 centim. Ato nuk e di se sa qindrat sekondës janë. Kështu që ka garanti të rënda për të vënë që të zënë nga punë. Okej, jemi sërish në votë, jemi në momentet të fundit, e hedhim sërish në votë këtë ndeshje në takimin e tjetër, do të kualifikohet Arsenali apo Real Madridi do të bëjë përbysjen e madhe. Po provon të përbysjen, sigurisht, të bënë nga Real, por Arsenali të kalon. Arsenali kalon, avokat. Nuk them do të akoma që Arsenali kalon. Ja ke frikën Reali. Për ata ka një sonë javës tjetër, do ata përmendojnë javës tjetër do të bëjë të ka të bëjë Arsenali. Për ata, mundi nuk tyre, për atë skuadrë. Nuk është ai që pa mundur. Jo, nuk ka të bëjë Arsenali, nuk është. Dhe ka një problem Arsenali jashtë të vërtet, është kritikije e vërtetës. Si kontribojë janë shumë, unë them që Reali se ka thënë akoma për ne. Jerim? Unë mendoj që mrekullia Rajs duhet kaloj më tej, sepse mrekullia në gjë më e bukur që ndodh në futboll, sepse ai është bukura për të parë, na kënaqen, padyshim se bëjmë në sot. Muzeu i mbyllet nëse ish monalizëm. Po monalizëm nuk është ekip. Kështu që është shumë i bukur kjo që ka bërë ai sot. Ka bërë mrekulli fare, jam shumë e kam ndjerë me shumë emocion të dyja kollet e tij. Ndoshta tifozeria e di më mirë, pavarësisht se në Shqipëri, në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë nuk ka shumë tifozë të Arsenalit, po kjo ka pak rëndësi, ata i kuptojnë që janë gola manual, janë shumë fantastik ato që ka bërë Rajs. Dhe vetëm për atë do të Rajs të kalojë Arsenali. Xhafa për ta mbyllur fjala e fundit? Nëse nuk do thonim Arsenali në rezultatin 3-0 në vjet do të ishte thjesht për të bërë një show, këtë që kalon Arsenal. Faleminderit për komentet dhe analizën tuaj. Barcelona Dortmund, Paris Saint-Germain, Aston Villa janë këto përballje që na presin në mbrëmjen e nesërme në studio Champions League. Do jemi sërish të bashku për të bërë analizën e këtyre përballjeve. E deri nesër, nga unë Eva Moradi, natën e mirë. Në filluar të përmësosh. U rregullu. Si që bava. Në me hapë të bërë nesër. Nata. Natën e mirë. Natën. Natën. Opa, laçë. Unë dua vetëm t'ju përshëndes pak. Good night, everyone. My feet are hurting so much. I don't know who asked, but yes, my feet are hurting so much.
I am super tired. I truly need to go. I love you guys. I'm gonna see you tomorrow. And I truly need to sleep. Love you guys. Love you guys.